janë gati t'i dalin në krye. Këto punime në Trud afër Besis pothuajse japin fond autostradës Ibrahim Rugova. Duhen vetëm edhe pak javë që rruga e madhe e cila nisi të bëhet 3 vjet më parë në kufirin me Shqiprinë në Vërmic të jetë e kalueshme deri në skajin e saj më verior. Jemi me punë para afateve të parapara dhe po mendojmë sipas ecurive të deritanishme se deri para fundit të vitit do të ketë qarkullim të lirë për të gjitha automjetet nga Vërmica deri në Besi. Kjo distancë ka 102 km që po konsiderohet me standarde të larta, e duke qenë se ajo është cilësore, drejtuesit e firmës ndërtuese po thonë se nuk ishte e lehtë të bëhet ajo. Aktualisht po punohet në 3 seksionet e fundit, por vështirësitë më të mëdha për ndërtimin e autostradës tashmë janë të i kaluar. Ndërtimi i këtyre strukturave është shumë sfiduese. Ne bëm edhe strukturën më të gjatë në Kosovë. Fjala është për urën 750 metrëshe tek zona industriale në dalje të Prishtinës. Vështirësi kemi pasur, shkaku i trafikut, por prap se prap ajo do të jetë madhështore. Dita e inaugurimit të projektit më të madh infrastrukturor ndonjëherë në vend do të caktohet në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës. Rrugën, të njëjtën për herë të fundit para përfundimit, do ta inspektojë Ministri i Infrastrukturës Fehmi Mujota. Ai do të shohë punimet në 3 sektorët final.